Përmbledhja e ngjarjeve kryesore të ditës në Radio 7. Qeveria shqiptare pranon të shfuqizojë ligjin për investime strategjike, ndërsa ligji për zonat e mbrojtura do të rishikohet për të harmonizuar plotësisht me standardet e Bashkimit Evropian. Reagimi i kryeministrit Edi Rama erdhi pas konferencës së 9 ndërqeveritare Shqipëri Bashkimi Evropian mbajtur në Bruksel. Në prani të komisioneres për zgjerimin Marta Kos, Rama deklaroi se shkak për anullimin e ligjit për investime të shpërmbushë emisionit të tij. Na duhet të shfuqizojmë ligjin për investimet strategjike, që është diçka për të cilin kemi disa kohë që kemi rënë dakord sepse ky ligj ka përmbushur misionin e vet. Dhe po punojmë ngushtësisht edhe me komisionin për atë që do ta zëvendësoj këtë ligj. Në lidhje me ligjin për zonat e mbrojtura, kryeministri i Shqipërisë pranoi se ndryshimet synojnë harmonizimin e plotë të legjislacionit me të Bashkimit Evropian në kuadër të procesit negociatave për antarësim. Kur bëhet fjalë për ligjin tjetër, nuk kemi asgjë për të shfuqizuar, edhe pse ka pasur një rezolut në Parlamentin Evropian që ka kërkuar këtë, por na duhet ta trajtojmë ligjin mbështetur në të gjitha standardet evropiane dhe të ndryshojmë brenda këtij ligji gjithçka që nuk është në pajtim me standardet evropiane. Komisioneri e Bashkimit Evropian për zgjerimin Marta Kos deklaroi se mbrojtja e mjedisit është një nga kriteret kryesore të procesit të integrimit. Në konferencën e përbashkët me ministrin e shtetit për çështjet europiane dhe mbrojtjen e Irlandës, si dhe kryeministrin Edi Rama, pas konferencës së 9 ndërqeveritare Shqipëri BE, Marta Kos kujtoi se para nisjes së protestave Shqipëria dhe Komisioni Evropian kishin rënë dakord që gjatë këtij viti të rishikohen ndryshimet e vitit 2024 në ligjin për zonat e mbrojtura, si dhe për shfuqizimin e ligjit për investime strategjike. Po edhe përpara se sa të nisnin këto protesta, kishim rënë dakord në Shqipërinë që gjatë këtij viti do të shfuqizoheshin amendamentet e vitit 2024 të ligjit për zonat e mbrojtura, gjithashtu të shfuqizohej ligji për investime strategjike dhe këto ndryshime do duheshin bërë për të mbyllur negociatat për kapitullin 27 që ka të bëjë me mjedisin e ndryshimin e klimës. Në komentin e saj mbi protestat, Marta Kos deklaroi se ato nuk përbëj rrezik për procesin antarësimit të vendit në Bashkimin Evropian. Nuk e shohim rrugtimin e Shqipërisë dhe Bashkimin Evropian në rrezik të probash e sotme që kemi mbyllur 3 kapituj. Lidhur me projektin specifik, mbrojtja mjedisore është pjesë e kritereve të antarësimit në BE, kritere shumë të rëndësishme. Dhe aktualisht ka një sër ligjesh që duhen ndryshuar për të përmbushur këtë kriter. Shqipëria përmbyll 3 kapituj të negociatave për antarësim në Bashkimin Evropian, kërkimi shkencor, arsimi dhe kultura dhe marrëdhëniet me jashtë. Komisionerja për zgjerim e Bashkimit Evropian Marta Kos vlerësoi progresin e bërë nga vendi ynë dhe theksoi se Shqipëria është në rrugën e duhur, pasi do të mbyll kapitujt e parë të negociatave. Është një super e martë për zgjerimin e Bashkimit Evropian. Për herë të parë në më shumë se 2 dekada do të zhvillojmë 4 konferenca të antarësimit në të njëjtën ditë. Komisionerja nënvizoi se Shqipëria do të mbyll kapitujt e saj të parë të negociatave. It is a watershed moment for Albania with the closing the chapters, and of course our frontrunner Montenegro with today another closing of 2 chapters altogether, 18 from 33. Dërsa Mali ndodhet në fazën përfundimtare të negociatave formale, pasi ka mbyllur 18 nga 33 kapituj. 4 vendet që kryesojnë procesin, Ukraina, Moldavia, Shqipëria dhe Malizi, po hedhin të gjithë hapat të mëdhenj përpara në rrugën e tyre drejt antarësimit në Bashkimin Evropian, u shpreh Marta Kos në një prononcim për mediat. Kryeministri Edi Rama në intervistë dhënë për Euronews Serbia e konsideroi protestën në Tiranë prej më shumë se një muaji si një përfaqësi e fazës së re zhvillimore që shoqëria po kalon drejt pritshmërive më të larta. Protesta është diçka shumë e madhe se vetë tema, nuk janë vetëm flamingo, është shumë më tepër se kaq, është një sinjal që vendi ka kaluar në një nivel tjetër, se zhvillimi është bërë normal, se njerëzit nuk janë më të gatshëm të vuajnë atë që mungon, tha Edi Rama. Sipas kryeministrit të Shqipërisë, qytetarët po bëhen gjithnjë më pak tolerant ndaj mangësive dhe se kërkojnë ndryshime të shpejta. Gjatë intervistës, Rama foli edhe për bashkëpunimin me qeverinë serbe, duke e konsideruar Aleksandar Vučić një partner të vështirë për të negociuar. Mbrojtja e pastrimit etnik të Kosovës nga Ministria e Pushtetit Vendor e Serbisë shkaktoi debate në Kuvendin e Shqipërisë. Deputeti i Lëvizjes Bashk, Redi Muçi, kërkoi që kryeministri Edi Rama të mbajë një qendrim publik duke cilësuar pastrimin etnik si krim ndaj njerëzimit dhe duke akuzuar qeverinë se ka heshtur përballë deklaratave të tilla.
Kryetari i grupit parlamentar të Partisë Socialiste tha se reagimi i qeverisë shqiptare është bërë përmes Ministrisë së Jashtme dhe akuzoi deputetin e Lëvizjes Bashk për përdorimin e çështjes kombëtare për kapital politik. Ky që merret me gjithë ta armiq të popullit, si ka mundësi që nuk mban qëndrim për një deklaratë të ministres serbe për spastrimin etnik të shqiptarëve që jetojnë jashtë kufive tampra. Ndoshta sepse së bashku me mikun e tij, me Aleksandr Vučićin, i ka zënë i njëjti hall. Fakti që rinia e të dyja popujve i përçmon ata si lidera të vendit. Ky akt i dënueshëm është dënuar edhe nga autoritetet politike përfaqësuese me të cilët ne komunikojmë, Komisionin Evropian në të gjitha nivelet, qoftë në nivelin e komisioneres Marta Kos, por edhe në të gjitha nivelet e tjera, dhe Shqipëria por reagon bashkë me aleatët e vet dhe prandaj është turp që të vish dhe të bësh politikë. Ambasadori i delegacionit të Bashkimit Evropian në Tiranë Silvio Gonzato u bëri thirrje të rinjve shqiptar të mbrojnë gjithmonë të drejtat e tyre dhe të marrin në dorë të ardhmen. Ambasadori Gonzato zhvilloi një takim me të rinjt në Ring Camp organizuar nga Agjencia Kombëtare e Rinisë. Në bisedë me ta, ambasadori theksoi se të rinjt nuk janë thjesht përfitues të procesit të integrimit evropian të Shqipërisë, por duhet të jenë ndërshtytësit kryesor të këtij procesi. Zhvilluam një bisedë të hapur dhe të sinqertë mbi mënyrën se si e shohin ata procesin e integrimit të Shqipërisë në Bashkimin Evropian dhe pritshmëritë që kanë për të ardhmen e tyre në BE, u shpreh Gonzato. Po ashtu diskutime të fokusuan dhe tek mbështetja që Bashkimi Evropian u jep brezave të rinj, kompleksiteti i procesit të zgjerimit dhe mundësitë që ai sjell. Eurodeputetja Tineke Strik paralajmëroi se anëtarësimi i Shqipërisë në Bashkimin Evropian është në rrezik nëse qeveria nuk ndryshon kursin për zonat e mbrojtura. Strik drejtoi një mision faktmbledhës për çështjet mjedisore në Shqipëri. Eurodeputetja holandeze ju bashkua edhe protestave në rrugët e Tiranës në fund të muajit kaluar, duke shprehur solidaritet me kauzën e tyre mjedisore dhe duke premtuar se zëri i tyre do të dëgjohet në Bruksel. Unë do t'i çoj këto mësime në Bashkimin Evropian në Bruksel, se populli është gati të bëhet antar i Bashkimit Evropian, por qeveria nuk është ende gati për këtë, deklaroi eurodeputetja Strik. Drejtori i përgjithshëm për zgjerim në Komisionin Evropian, Gert-Jan Koopman, para Parlamentit Evropian, deklaroi se deri në qershor zbatimi i pritshëm reformave në kuadër të planit të rritjes për Ballkanin Perëndimor është rreth 80% për Shqipërinë dhe Malinezi, 50% për Maqedoninë e Veriut dhe 35% për Serbinë. Ai shtoi se Maqedonia e Veriut gjatë muajve të fundit e ka përshpejtuar ndjeshëm angazhimin dhe ka thelluar atë, ndaj tani pritet që niveli i zbatimit të kalojë 50% duke ngushtuar me shpejtësi diferencën. Sipas tij, Kosova mbetet shumë prapa për shkak të bllokimeve të brendshme politike që kanë penguar miratimin e legjislacionit të rëndësishëm. Politik. Bashkëkryetari i Komisionit për Reformën Zgjedhore në Kuvendin e Shqipërisë Damian Gjiknuri paralajmëroi se shumica në pushtet është gati për të zbatuar votimin elektronik në të gjithë vendin. Gjatë diskutimit për raportin e KQZ-s për vitin 2025, Damian Gjiknuri tha se votimi elektronik është instrument për të cilin qeveria është shprehur e gatshme dhe mund të realizohet në bashkëpunim me opozitën. Dhe fatkeqësisht këtu i bëj thirrje opozitës, meqense unë kam koleg në Komisionin e Reformës Zgjedhore, që qeveria ka shprehur gatishmërinë me kohë për të financuar madje një vlerë financiare që shkonte mbi 50 milion euro për ta bërë në Shqipëri votimin në mënyrë elektronike. Nëse ka vullnet, ky është momenti që ne ta realizojmë me një qasje politike edhe në zgjedhjet e ardhshme. Jo zgjedhjet vendore, sepse për ato nuk ka kohë, por për zgjedhjet e përgjithshme kjo është e mundur. Më tej sqaroi se Komisioni për Reformën Zgjedhore do të njoftojë në seancën e ardhshme afatin pasi ka ende disa çështje të pazgjidhura mes palëve. Por një gjë do ta kuptojnë gjithë shqiptarët, që e vetmja mënyrë për të zgjidhur konfliktet në një demokraci apo për të qenë apo për të pretenduar të vish në pushtet është zgjedhja. Dhe pa një reformë zgjedhore për të adresuar dhe ato pak çështje që kanë mbetur nga raporti ose OSBE-s, nuk ka zgjidhje tjetër. Prandaj do të kërkoja nga opozita bashkëpunim për të adresuar dhe ato pak probleme që kanë mbetur dhe që edhe ata i konsiderojnë të rëndësishme. Tha deputeti i Partisë Socialiste Damian Gjiknuri. Kryetari i Partisë Demokratike Sali Berisha nga Asambleja e Përgjithshme e Organizatës më të madhe politike të Qendrës së Djathtë IDC, CDI, propozoi ngritjen e një grupi të posaçëm pune për kartelet e drogës dhe krimit dhe lidhjet e tyre me pushtetin. Si zëvendës presidenti i organizatës, Berisha shpreu shqetësimin se narkoshteti është kthyer në rrezik të madh për vendin dhe se Shqipëria nuk organizon më zgjedhje por vetëm farsa elektorale. Sipas tij, Shqipëria është një nga narkoshtetet më të fuqishme në botë dhe ajo qeveriset nga organizata kriminale. It is the biggest exporter of cannabis in Europe, but Albanian drug cartels
Është eksportuesja më e madhe e kanabisit në Europë, ndërsa kartelet shqiptare të drogës janë transportuesit më të mëdhenj të kokainës nga vendet e Amerikës Latine drejt Europës me siguri dhe ndoshta dhe drejt destinacioneve të tjera. Portet tona janë tërësisht në duart e karteleve të drogës, tërësisht. Prej 5 vitesh ose më shumë, në portet tona nuk është kapur as 1 kilogram drogë, sepse ato kontrollohen nga kartelet e drogës. Not a kilogram of drugs is catched in our ports because they are controlled by drug cartels. Deklaroi Sali Berisha. Aktualitet. Drejtuesi Prokurorisë Speciale kundër krimit të organizuar dhe korrupsionit, Klodian Bra, mohon mundësinë e ndërhyrjes së kryeministrit Edi Rama në trajtimin e çështjes së imunitetit të ish-zëvendës kryeministres Belinda Balluku. Pas interesimit të deputetëve të Partisë Demokratike në Komisionin për Nismat Qytetare, Brau sqaroi rrugtimi ligjor që duhet të ndjekin pretendimet e opozitës mbi dyshimet për panshmërinë e sistemit. Për sa i përket ndërhyrjeve të kryeministrit, nëse ju mendoni, nëse keni prova, paraqiteni ato për ndjekje penale në organin kompetent. Unë qëndroj të njëjtin mendim që janë të gjithë barabartë para ligjit. Edhe kam bindje këtë gjë. Më herët deputetja Elta Hoti deklaroi se kryeministri Edi Rama ka ndërhyrë për të shtyrë deri në muajin shtator dërgimin në kuvent të kërkesës për heqjen e imunitetit të ish-zëvendës kryeministres Belinda Balluku. Në dhjetor pasi pozita penale e ish-zëvendës kryeministres u rendua për të njëjtën vepër penale, SPAK e ashpërsoi kërkesën për masën e sigurimit nga ndalimi i daljes jashtë shtetit tek kërkesa për heqjen e imunitetit dhe arrestimin e saj. Kush po e pengon prokurorinë e posaçme të zbatojë ligjin? Kur ligji e thot qartë se kur rendohet pozita penale, duhet të rendohet edhe masa e sigurimit. Kryetari i grupit parlamentar të Partisë Demokratike të Shqipërisë, i përfaqësuar nga kryetari Gazmend Bardhi, depozitoi në SPAK kallëzim penal kundër kryeministrit Edi Rama dhe ministrit të Turizmit, Kulturës dhe Sportit Blendi Gonxha. Shkak është bërë financimi me 4.2 milion euro të një aktiviteti privat të këngëtarit Kanye West. Partia Demokratike thekson se mbi kërkesën një operatori ekonomik privat, Ministri i Turizmit, Kulturës dhe Sportit Blendi Gonxha, filloi procedurat për miratimin e një akti normativ me synimin e këtij operatori t'i akordojë një fond prej 4.2 milion eurosh nga fondi rezerv i buxhetit të shtetit. Bota. Brenda vitit 2028 do të përmbyllen plotësisht të gjitha dosjet në proces legalizimi në Shqipëri. Premtimi vjen nga drejtoresha e kadastrës Lorena Goxhibelli. Në seancën dëgjimore në Komisionin për Auditimin e Sektorit Publik, Goxhibelli deklaroi se në procesin e nisur zyrtarisht në vitin 2006, duke referuar raportit vjetor të kadastrës, janë dhe rreth 130.000 vetë deklarime ende në proces. Sfidë gjithashtu për kadastrën është përditësimi i hartave kadastrale, pasi rezulton se 80% e vendit ka probleme. Sa i takon regjistrimit fillestar të pronës, edhe ky proces duhet të mbyllet brenda vitit 2028. Për herë të parë në Shqipëri pritet të rregullohet me ligj dhe administrimi i kriptomonedhave të sekuestruara apo konfiskuara. Vitin e kaluar vlera e pasurive të sekuestruara dhe konfiskuara vetëm nga SPAK në kripto ishte 45.4 milion euro, por në mungesë të portofoleve digjitale ju kërkuan ndihmë autoriteteve italiane. Sipas draftit të depozituar në kuvent, Agjencia e Administrimit të Pasurive të sekuestruara dhe të konfiskuara do të përfshihet në administrim kategorisht të reja të pasurive për të përshpejtuar procedurat deri në shitjen e tyre. Modernizimi i sistemit financiar është në thelb të miratimit të 3 ndryshimeve ligjore nga qeveria shqiptare. Ministri i Financave Petrit Malej bëri të ditur se Këshilli i Ministrave miratoi një paketë ndryshimesh ligjore që synojnë për afrimin e tij me direktivat e Bashkimit Evropian. Pas mbledhjes së Këshillit të Ministrave, Malej u shpreh se ndryshimet prekin 3 ligje të rëndësishme, si ligjin për shërbimin e pagesave, ligjin për sistemin e pagave dhe ligjin për bankat në Republikën e Shqipërisë. Sipas ministrit, këto projekt ligje synojnë jo vetëm forcimin e kuadrit ligjor financiar, por edhe krijimin e një sistemi më efikas dhe më të sigurt në përputhje me standardet europiane. Ndër ndryshimet e propozuara ka natyrisht edhe benefite dhe sjell, si thuaç, benefite për qytetarët dhe për bizneset në Shqipëri, ndër të cilat mund përmend që do të kemi një reduktim të kostove për sa i përket transaksioneve financiare, do të ketë një mbrojtje më të mirë të konsumatorëve, do të kemi një rritje të mbrojtjes të sigurisë në sistemin ton financiar, si dhe natyrisht nga ana tjetër nxit edhe konkurrencën dhe efikasitetin në këtë treg. Këshilli i Ministrave miratoi në parim marrëveshjen për sigurime shoqërore me Republikën e Slovenisë. Në një prononcim për mediat pas mbledhjes së qeverisë, Ministria e Ekonomisë dhe Inovacionit Delina Ibrahima i theksoi se deri tani janë 20.000 shqiptarë që kanë përfituar nga marrëveshjet që janë firmosur për njojën e viteve të kontributeve të sigurimeve shoqërore dhe po vazhdohet me intensitet të lartë.
bashkë me marrëveshjen që po firmos me Sloveninë, janë 11 marrëveshje të cilat janë firmosur me vendet e Bashkimit Evropian. Dua të kujtoj këtu që kjo është një politikë e cila prej disa vitesh tashmë ka filluar dhe është intensifikuar nga ana e qeverisë shqiptare. Krahas saj, janë edhe 4 marrëveshje të tjera që janë duke u negociuar dhe shumë shpejt do të paraqiten në Këshillin e Ministrave. Shqipëria ka humbur gati 25% të popullsisë që nga fillimi i vitit 2000, duke shënuar të kurjen më të fortë mes vendeve europiane. Sipas të dhënave të Eurostat, më 1 janar 2026 Shqipëria numëronte rreth 2.34 milion banor, nga 3.06 milion banor në vitin 2000. Në 25 vjet, popullsia e vendit është paksuar me rreth 721.000 persona ose 23.6%. Shteti i dytë me të kurjen më të lartë është Bullgaria, që ka një reduktim prej 21.6% në të njëjtën periudhë. Në vend të tretë është Kosova me 19.3%. Në Maqedoninë e Veriut, popullsia është kurrur me 10%. Ndoqët përmbledhjen javore të lajmeve. Kjo është Radio 7, zëri pozitiv i qytetit.